Faleminderit. Do të nisim te kryeministri Shimthasi. Unë kam organizu protesta kur ka qenë ky kryeministër. Edhe nuk ka besu kërkush që do të ketë protesta. Kur ka pa vendosmërinë që ka protesta, i ka thirrë këtë kolonela generale, ju ka kërcënu. Ka unë kush do një punu, punoni, kush do një shpi. Tash du me përmen njeri që më ka në zyre, ka qenë Behar Selimi, kolonel. Edhe më ka thonë, po thirë kryeministri. Ta shka lyvi unë të kryeministri. Po bëj hajgare pak me te. Ta shkur ju ka prezant të gjithve. Tha, a i po ka qef më taku me ty. Qërë Behar, tha, ta na u kthejva në mënyrë serioze, ta shka e në kryeministr. Unë nuk kom qare pa shku. Thash, po nëse më thot fjallë pa këndshme, thash, nuk ja kthej, a qonë në për takimit. A i mundet me vepru shkat da. Së ndodhe, shkonëm në 6 mramje. Unë infarmerka, ullëm po përshëndetëm, tha do të bisedoj me protokolla, pa protokoll. Nuk u merë mirë kërë më tha kështu, me thonë drejten. Tha, si urdoni kryeministë, si doni ju një kryeministë, tha unë du me bisedu pa protokoll me ju. Prape kisha një drohë, të shka këmë pa protokoll me mu. Pa protokoll ka qenë bisede odës. Si kunot me bisedu. Çfarë ju tha? Sepse edhe kemi ndale protestën çdo sane, po me një fjalë bisede lirë, ke tana fillon më zyrtare. Televizioni si të kemu atë, tha nale këtë protest. Ato ishin edhe ftyra të tjera politike dhe të sigurisë. Thash shumë e nalë në protestën, ju e nalë protestën. Tha të ishim maj madhe i policisë dhe fjallë për po e shkurtoj, tha në 2 gjë. 1, 2, 3. 3 pika i kitë garantu në sot. 2 tjera në vazhdimësi. E nalë protestën, plëtsohen kërkestat. Se nalë protestën, asnjë kërkesë nuk i ki plëtsume. Dhe çfarë ndodhi? Protesta është ndarë, është protesta në 3 në mëngjes. Edhe i ka plëtsuar apo jo? Të gjitha kërkesat që i ka thonë, pra ju doli në fjalë. Shimthasi e ndalë. Po për Ramush Haradinaj shumë shkurt dhe për Albin Kurti. Ramush është mundu shumë. Shumë, po thëmë drejtën, kështu sidomos rasti Vullinit kur ka ndodhur edhe Kris Gjoka kur është suspendu, ka thonë vepra unë të qëndrojnë mbas teje. Edhe kështu ka dalë. Po për Albin Kurtin? Albin Kurti këm pas takime me te ka premtu shumë. Shumë ka premtu, asë gjë nuk ka bo. Asë gjë nuk ka bo. Do të premtimet që ka dhonë, drejt për drejt që më kanë me ta, nuk i ka realizon. Asë nuk ka sigurimi shkencor, asë pensioni, asë kushtet tjera, do të nuk kanë qenë. U mundova shkurtimisht se hapësira do shta kum pas me folë ma shumë për këta, do të bëjmë edhe një emision tjetër, sigurisht edhe do të ndalemi tek temat konkrete, sepse kemi pas shumë që ka të bisedojmë, karriera juaj është shumë e gjatë në polici.